Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e bindjes dhe mbështetjes në Allahun dhul xhelal, apo yakinit dhe tevekulit. Dhe filluam në desin e kaluar me hadithin që e transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, i cili thot: Hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fi an-nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Pra, të regojmë për një sqarim apo hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Ibn Abbas radiallahu anhuma thot: Hasbunallah wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. E ka thonë Ibrahimi alaihi salatu wassalam kur e kanë gjujt në zjarm, dhe e ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i kanë thonë njerëzit janë mbledh kundër juve, andaj keni frikë për tyre, e kjo va ka shtu atyre imanin, e kanë thonë na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. Dhe dje përmendëm tregimin e Ibrahimit alayhis salam, se si ndodhi që idhujtarët e kohës së tij tentuan ta mbytin atë duke hudh atë në zjarr. Dhe se si Allahu dhul xhelal, pasi që tha hasbunallahu wa ni'mal wakil, e shpëtoi nga zjarmi, dhe zjarmin e bëni të ftoftë dhe e bëni shpëtim për te. Dhe treguan pastaj për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pas betejës së Uhudit, kur muslimanët e humbën betejën fizikisht dhe ushtarakisht, u përhap një lajm se mushrikët po grumbullohen që më ardh edhe në Medinë me ju sulmu. Edhe kjo fjalë e njerëzve që tentonin të krijonin panik tek muslimanët, u ashtoi edhe më tepër besimin muslimanëve dhe than hasbunallah wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu sa mbështetës i madh që është ai. Normalisht se për këtij hadithit ulemat janë munduar me nxjerr mësime dhe porosi, dhe kemi nevojë edhe na që të marrim mësime dhe porosi nga të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka thonë ai sallallahu alaihi wasallam për qenë udhërëfyes për ne, dhe që na t'i kemi ata llamba që na ndriçojnë rrugën në jetën tonë. Të gjithë na kemi momente të ndryshme të vështirësive dhe të lasheve, po edhe momente të caktuara të jetës ku duhet besimtari me lidhë zemrën e tij vazhdimisht me Allahun dhul xhelal. E ky adhurimi e mbështetjes në Allahun dhul xhelal është adhurim i rëndësishëm që besimtari, nëse e stërvit zemrën e tij në të, ai njeri vazhdimisht e fiton ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe fatkeqësisht në shumtën e rasteve na vetë e testojmë veten tonë, në punët tona, në hallet tona, në çështjet tona, kur kemi nevojë për ndihmë, vetë e shohim se a na shkon mendja te Allahu dhul xhelal fillimisht, apo na shkon mendja te sebepet materiale. Dhe besimtari duhet ta korrigjon vazhdimisht këtë lidhje, që fillimisht të shkon mendja te Allahu subhanahu wa taala, i cili është muyassirul asbab, ai që i lehtëson shkaqet për të ndihmuar ty, e jo shkaku vetë ty me të bën ndihmë ty. Dhe kështu nëse na edukohemi me lejen dhe ndihmën e Allahut, do të fitojmë atë që kanë fituar pejgamberët e Allahut si premtim prej Allahut, dhe që kanë fituar besimtarët e devotshëm brez pas breze dhe gjenerat pas gjenerate në historinë islame në përgjithësi. Ulemat i kanë përmend disa mësime dhe porosi që nxirren nga ky hadith, dhe kanë thonë, në këtë hadith e para del vlera e madhe që ka mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, dhe nevoja e madhe që kemi për tevekulin në momentet e rëndësishme dhe të vështira. Ibrahimi alayhis salam ishte i lidhur me Allahun vazhdimisht, mirë po e të shprej edhe më mirë këtë në momenti kur ishte s'ka zgjidhje dhe rrugdalje tjetër përveç se me mbështet Allahu dhul xhelal. Edhe shpesh edhe neve na bën vaki.
në momentet e caktuara të jetës që s'kemi zgjidhje tjetër vetëm me mëshirën e Allahut, ka prej njerëzve që edhe në ato momente nuk i mëshirën Allahut, po i mëshirën dikujt tjetër. Edhe këtë e përmend Allahu në Kur'an subhanahu wa ta'ala për një grumbull të njerëzve që kanë hip në anije. Edhe vjen fryn errat ndeti dhe bëhen valë të mëdha dhe fillon anija të lundron mbi deti, mirë po duke shku nga një valë në valën tjetër. Edhe fillon rrezikohet stabiliteti i anijes. Edhe fillojnë ata me lut Allahun dhu xhelal sinqerisht, mirë po kur shpëtojnë nga anija, ata i kthehen adetit të vjetër i dhujtarisë. Për këtë shkak, besimtari i cili e edukon veten e vet që me pas zemrën e lidhur me Allahun, e ka të lidhur në vështirësi ashtu sikur se e ka të lidhur në bollok. Edhe ai që e ka të lidhur zemrën me Allahun në bollok, edhe në vështirësi i bën parë. Se Ibrahimi a.s. nuk i lut Allahut vetëm kur ishte në vështirësi, por e kishte lidhjen e tij të fortë me Allahun edhe kur ishte në bollok. Ashtu edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte se kur i vijnë mirat, fitoret, sukseset, ai habitet edhe azdiset, por e falëndronte Allahun dhe i përulej atij dhe edhe tregonte devotshmërinë edhe më të madhe ndaj tij në momentet e sukseseve dhe fitoreve. E normalisht ajo zemër e cila lidhet me Allahun në bollok, ku të verë momenti i vështirësisë, patjetër ka me gjetë aty ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe si mënyrë për ta shpreh këtë mbështetje tonë te Allahu dhul xhelal në momentet e vështira është me thon hasbunallah wa ni'mal wakil. Andaj kjo fjalë është sunet me përdor besimtari në momentet e vështira. Në momentet kur dikush që thotë janë mbledh njerëzit kundër teje, janë të bë kurth kundër teje, po mundohen me të dëmtu ty, po mundohen me të burgos, po mundohen me të ndal, po të mundohen me ta ul autoritetin edhe emrin edhe punën që ti e bën, thu hasbunallah wa ni'mal wakil, mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është, ose sa mjaftues i mirë që është ai subhanahu wa taala. Wallahi mu nal pagës edhe me menu lidhjen tonë me Allahun dhul xhelal. Dhe se dunjoja dhe çka kanë ta dhe qielli dhe krejt krijesat prej fillimit deri në mbarim janë dorën e Allahut dhul xhelal dhe ato lëvizin me një vendim të Allahut subhanahu wa taala. Kur e lidh i zemrën me këtë krijues që ka këtë fuqi, wallahi këtë punë bën të lehta. Nuk ka më vështirësi për ty. Bëhet shumë e lehtë edhe sakrifica më e madhe apo më e mundeshme që ti mendon se është e vështirë dhe e rëndë. Gjithashtu, premtime dhe porosive që kanë përmend ulemat për këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është yrneku më i mirë edhe më i madh që duhet ta ketë besimtari në jetën e vet, janë pejgamberët e Allahut dhul xhelal. Andaj ata duhet me ndjek, ata duhet me pas mostër, rrugën e tyre duhet me ecë, jo sikur se ndodh sot me shumë të ri dhe të reja prej muslimanëve, po edhe me më të vjetër që yrnek në jetën e vet nuk e kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as pejgamberët para tij, po kanë yrnek njerëz të caktuar, qofshin ata filozof të lindjes apo të perëndimit, qofshin ata politikan të suksesshëm të lindjes apo të perëndimit, qofshin ata intelektual të suksesshëm të lindjes apo të perëndimit, apo pastaj bijet e poshtë tek aktorët dhe aktorët, sportistët dhe sportistët e kështu me radhë. Ata i kanë mostër dhe ata mundohen të imitojnë. Edhe fatkeqësisht kjo na ndodh shpesh, edhe në botën e mendimit, edhe në botën e jetës së përditshme. Shefti musliman, hoxh, e fillon shkrimin e vet me fjalët një filozofit, vese me fillu me fjalët e Allahut dhul xhelal, apo fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo fjalët e ulemave të muslimanëve, që tregon se ki kompleks prej atyre parimeve fetare që ne ka sjell kjo fe e madhe. Edhe të tjerët pastaj, kur fillojnë jetën e tyre të jetojnë të rritë, sidomos vëse me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët në përgjithësi, sidomos këtë rast dy pejgamberët më të zgjedhur të Allahut dhul xhelal që janë përmend këtë hadith, Ibrahimi alayhi salatu wassalam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të cilët ka thonë Allahu dhul xhelal se janë Khalilullah, janë miqt e dashur të Allahut dhul xhelal. Andaj është një gradë
më e larta në afërsi dhe dashuri mes njeriut dhe Allahut dhul xhelal. Këtë gradë të dashurisë nuk ka arrit askush ta ketë përveç Ibrahimit alayhis salam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këta dy edhe janë përmendur në Kur'an për me qenë shembull dhe mostër për njerëzimin përgjithësi dhe për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në veçanti. Thot Allahu dhul xhelal në Kur'an: "Walaqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasana", ju keni shembullin më të mirë në Ibrahimin alayhis salam. Për shkak të flijimit dhe sakrificës së madhe kur ishte vetëm me një anë, edhe këtë dunjoja ishte në anën tjetër. Para mendo, ishte vetëm me një anë dhe këtë dunjoja asaj kohe, mbreti, pushteti, shteti dhe populli ishte në anën tjetër. Mirë po, ai nuk u nal, nuk u lodh. Ai nuk e ndaloi domethënë prodhimin e vet edhe punën e vet për xejr. Andaj Allahu dhul xhelal pastaj e emërtoi ummet, në popull, në veti, edhe pse ishte vet. Sikur se ka thënë Allahu në Kur'an subhanahu wa taala: "Walaqad kana Ibrahimu ummatan wahida, ummatan qanitan lillah", ishte Ibrahim alayhis salam ummet i cili e adhuronte Allahun dhul xhelal në formën e përsosur. Dhe thot pastaj Allahu subhanahu wa taala për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", me të vërtetë keni shembullin më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. "Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira", për atë që e shpreson ditën e takimit e përmend Allahun dhul xhelal shumë. Do thot shembulli më i mirë që mundet ta ndjeket besimtari në jetën e tij është rruga e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, edhe rruga e atyre që ndjekin sinqerisht rrugën e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse ata ishin njerëzit më të afërt të Allahut, kjo është e para. E dyta, e dhan shembullin më të madh në mbështetjen e Allahut në momentet e vështira, dhe e treta, se sprovat që i përjeton në ata ishin më të mëdha që ka mujt të sprovohet me to në një njeri. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ashaddu an-nasi ibtilan al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal", njerëzit me sprova më të mëdha janë pejgamberët, pastaj ata që janë më afër tyre, pastaj ata që janë më afër tyre. Do thot për shkak të sprova më të mëdha që kanë përjetuar pejgamberët e Allahut dhul xhelal, edhe sabrit ka shiktuar me sprovave, edhe mbështetjes në Allahun në këtë sprova janë bërë shembull për të gjithë njerëzimin, dhe njerëzimi ka nevojë me e njoft jetën e tyre dhe me qenë afër tyre për me e fitu pastaj edhe për krahën e Allahut, siç e kanë fitu edhe ata. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që duhet ta merr besimtari në jetën e tij është me kuptuar se të gjithë pejgamberët në këto cilësi kanë qenë të njëjtë të barabartë. Andaj të gjithë pejgamberët e Allahut kanë dhënë shembullin më të mirë në mbështetjen e Allahut dhul xhelal dhe në realizimin e këtyre adhurimeve të zemrës që janë motori që prodhon energjinë për jetën e besimtarit. Andaj në mungesë të këtyre adhurimeve të zemrës nuk mund të ketë energji besimtari për të lëvizjet Allahut dhul xhelal. Pra atë shkak kujdesi për zemrën dhe adhurimeve të zemrës është për kujdeseve prioritare në jetën e tij. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al-jasad, wa idha fasadat fasada sa'iru al-jasad", me të vërtetë në trup është një copë mishi që nëse ajo është e mirë, i gjithë trupi është i mirë, dhe nëse ajo është e sëmur apo e prishur, i gjithë trupi i tij është i prishur, ajo është zemra. Këtë rast, kjo copë mishi e ka dy kuptimet e veta, nëse është i shëndosh fizikisht në aspekt shëndetësor, e gjithë trupi i tij punon mirë, edhe e dyta që është kryesorja aspekti imanor, shëndeti i imanit të tij, nëse kjo zemër është e mbushur me iman, edhe me këto adhurime të zemrës, siç është mbështetja në Allahun dhul xhelal, atëherë jeta e atij besimtarit është e shëndosh, veprimet e tij janë të shëndosha, edhe frytet që i jep jeta e atij besimtarit janë të shëndosha dhe mundet lirisht njeriu të përfiton prej tyre. Për këtë shkak, të gjithë pejgamberët e Allahut i kanë kryer në mënyrën më të mirë këto adhurime, dhe na si besimtar pastaj e marrim atë që tham pak më herët, ndjekin në rrugës së tyre,
rrugës së pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, që të bëjnë punën, pastaj të mbështeten në Allahun dhul xhelal dhe mos të përshpejtojnë rezultatet. Pse? Se njeriu si na ka qef me I pa frytet me njëherë të punës vet. Në sabah me nis punën, në akşam me sos. Si të zgatet deri nesër e lën. Pse mërzitet edhe I bëhet gat. Pejgamberi të Allahut dhul xhelal, sikur se pam në hadithin e parë në këtë kapitull, vjen mas një pune të madhe, vite me radhë, I thirrjet në fe, edhe një grumull I vogël I njerëzve kanë pranuar fen. I tjetri pejgamber ka punu një kohë të gjatë me popullin e vet, I ka thirrë në fe, 2-3 vete I ka marrë me veti. Ka pejgamberi tjetër, një kohë të gjatë ka kaluar me njerëz duke I thirrë në fe, askush nuk ka përgjigjë atij. E ai a u ka mërzit, a u ka lodh, a u ka dëshpëru, a u ka zhgënjur? Jo, ai ka vazhduar deri në fund. S'është me rëndësi sa vete ka shku me te, sa vete ju ka nështru ati, sa vete ka mbanu ftesën e ti, ai ka vazhdu punën e ti. Edhe nuk e ka marrë rezultatin konkret si bazë për ta vazhdu apo mos ta vazhdu punën e ti. Sot që po ndodh me musliman në përgjithësi, me umetin islam, kanë qef që ma shpejt mi pa frytit dhe rezultatet e suksesit. Andaj, deri dje kanë qenë mirë, ka pas dhe më thonë, khalife, ka pas sultan të muslimanëve, musliman kanë qenë një umet, një popull, një shtet, e pastaj, pas kësaj, ka ra, edhe umeti islam është përqa, edhe është dopsu, edhe është largu nga dini Allahu dhul xhelal. Edhe shumë njerëz kur fillojnë me udhëzu, kanë qef që ketë kjo shumë shpejt më ndrua. Deri dje kemi qenë gabim edhe në devijim, edhe në një ignorancë, tani kemi qef shumë shpejt me ndru. Edhe kush e merr punën me hujum, nuk I arrin qëllimit e vet. Andaj ulemat duke e studiuar biografinë e pejgamberit të Allahut, se ata kadal kanë punu me sabër edhe qendresë, edhe mbështetjen e Allahut, pastaj kanë sjellë rezultate të mira dhe janë gëzu ata edhe popullin përgjithësi, kanë thonë një rregull që është shumë I rëndësishëm me pas parasysh muslimant, sidomos ata të ri, men ista'jala shay'an qabla awanihi hurima ose ibtulia bi hirmanihi, ai që I përshpejton rezultatet e një çështje privohet nga ai rezultat, apo sprovohet që mos të arrin atë rezultat. Andaj kush mundohet me I pëngut gjërat, nuk amrin qëllimit e vet. Edhe kjo fjalë e artë e ulemave ka dalë pe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që bën rivat Imam Buhariu sa uneti ku thot el mumbat la ardan qata'a wala dhahran abqa. Devja që nxiton përpara të gjithë kanë ecë me deve. Edhe devja që e ti e nxiton, e përshpejton, I ngra shpejt. Edhe keri, njëjtë. Devës që ti I ngra shpejt me mrin qëllim sa ma shpejt. Thot as nuk arin në qëllim, e as korizin të mam mjala. Dhe më kur të amash të një kërë, edhe me vozit sa zban, sa s'mundet, edhe kerin e prish, edhe në qëllim nuk mrin. Edhe kjo ndodhe, keni pa të gjithë në këtë e shohim me sy, kur e merë njëri kerin me vozit, mal, as 14 me vozit është problem, se është ngusht, ka kere, ka njerëzit, aje e merë edhe jeb gaz sa zban, I jeb gaz e 80, e 100, do shtë edhe ma shumë, edhe që ka ndodhë, ja bëndeshe, ja shkej në fmi, ja e dëmton kerin, edhe nuk mërin të veni ku është njësë me shku. Andaj, në përshpejtimi dhe nëzitimi zakonisht, largon prej qëllimit ku je njësë me shku. Nuk të ndihmon me mërin qëllimi ku ti je njësë me shku. Edhe pejgamberi të Allahut, me sabrin e tyre dhe tevekulin në Allahun dhul xhelal, e kanë bë punën dhe pastaj Allahu dhul xhelal pas një durimi të madh I ka shpërbly ata, do më thonë me fitoret në dynja normalisht dhe shpërblimin e madh për Allahu dhul xhelal në ahiret. Prepsime dhe porosive që dalin nga ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se armisht e pejgamberëve janë mundu vazhdimisht me u bë dam atyre, me I burgos ata, me I rrej ata, me I nëshmu ata, me I vra ata. Edhe kemi na, kur analizojmë historinë e pejgamberëve, kemi sprova të lloj-llojshme që kanë përjetuar ata. Pejgamberi I Allahut që është rrej, pejgamberi I Allahut që është burgos, pejgamberi I Allahut që është ofendu, pejgamberi I Allahut që është mbyt dhe është vra. Të gjitha llojet e sprova I kanë përjetuar. Që do më thonë se edhe ti si
një njeri që mundohesh me thirrje në fenë e Allahut. Edhe ti si njeri që mundohesh me jetu fenë e Allahut, do të sprovohesh prej armiqve të fesë Allahut. Edhe ata do të mundohen ty me të shqetësue, me etiketime, me lloj-lloj ofendimesh, me lloj-lloj sabotazhesh, me lloj-lloj pengesash që ti vjen në rrugë, në forma të ndryshme, na sot këtë po e shohim. Për shembull, një vajzë e re që e vnon shamin mbi kokë, edhe don me shku në shkollë, dalin ata që nuk e kanë për qefi islamin, edhe thënë ti me shamin nuk mundesh me shku në shkollë. Pengesë, për me shqetësue, ajo vajzë me zor arriti ta bindë veten e vet ta vnon shamin mbi kokë. E parë, e dyta, me zor arriti ta bindë familjen e vet për ta vënë shamin mbi kokë. E pastaj e treta, me zor e vendosi që me shamin me shku në shkollë. Tamam ai u bind, shkoi në shkollë, shkolla i tha ja ti s'ki vën këtu ne. Për ti s'ka vën këtu ne. Edhe është pengesë, edhe tregon armiqsinë që ka ai ndaj parimit tanë fetar që e kije. Vjen tjetri pastaj. Ka nis me fal namaz pi djemve. Edhe është punsue më një punë shtetit. Edhe vetë shteti thotë ti që falësh namaz nuk mundesh me i përpjet. I vendojnë disa rregulla dhe disa pengesa të mbrëmshme që nuk lejojnë ti si musliman me me monaj vend ose në post më të lartë. Domethënë me shqetësue, edhe me çratu mirë po besimtari i cili i ka parasysh këto ndodhi që kanë ndodhur me pejgamberët e Allahut, atë çka i mbështetet Allahut dhe qëndron në këtë rrugë dhe nuk brengoset dhe nuk shqetësohet me këto ngacmime që mundohen domethënë njerëzit, shejtanët njerëz mja bo muslimanëve sot ashtu siç ja kanë bërë njerëzit edhe shejtanët pejgamberëve të Allahut dhul xhelal në të kaluar. Andaj Allahu subhanahu wa taala këtë e shëron në Kur'an dhe thot: "Wa kadhalika ja'alna aduwan shayatin al-insi wal-jinni wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhuna ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura." Kështu na çdo pejgamber i kemi bë armiq prej shejtanëve njerëz dhe e gjina, të cilët mes veti bashkëpunojnë dhe ja stolisin fjalët në luftën e tyre kundër pejgamberëve të Allahut. Pra kështu ka me vazhdu ky ligj edhe ky zakon dhe ky traditë që shejtanët gjin edhe shejtanët njerëz bashkë njëri me tjetrin do të luftojnë kundër besimtarëve, atyre që ndjekin rrugën e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe porosia e fundit ose mësimi i fundit që del nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është konflikti i të vërtetës me të kotën, edhe konflikti i tharëve të vërtetës me i tharëve të kotës për ka me egzistue. I pengon ati, paramendoni, popullit të Ibrahimit a.s. I pengon të guximi i Ibrahimit a.s. me i thi idhujt dhe statujet që ata i adhuronin përveç Allahut. I pengon të. Ai u mundu me fakte dhe me argumente logjikshme bindëse në debatin që kishte me faraonin e kohës e vetë. Edhe me pa tekst ai jo besimtar në formën e argumentimit të logjikshëm që kishte Ibrahim a.s. Mirë po, nuk e pranoi argumentin. Edhe sot na kemi shumë njerëz të mençur, inteligjent në Evropë edhe në Perëndim, apo në lindjen e largët, mirë po, pse ata kanë kapacitet intelektual të lartë, do me thonë detyrimisht me qenë edhe besimtar. Sikur se ata argumentet e logjikshme ishin bindese me Ibrahimin a.s. që ata me pranu ftesën e Ibrahimit a.s. Mirë po nuk e pranu. Dhe kikul e mori pastaj edhe argumentin e fundit me atë tregue, edhe i thej idhujt dhe statuja tjera dhe e la më të madhin që pastaj mu tregu se kush e boni, tha e boni më i madhi, tha ai nuk lëviz. E po tha si adhuroni diken që nuk lëviz, nuk ka fuqi me boku një send. Ai s'mundet me mbrojt veten e vet, e as shokët e vet, e po të mbron ty. Mirë po edhe këtë argument ata nuk e pranun. Bile kjo, kur metën pa tekst, kur mbështeten për muri, u i dhun edhe ma shumë edhe vendosën me e mbyt Ibrahimin a.s. Sot kështu njerëzve nuk u konvenon t'ua tregojsh të vërtetën, saktën, të mirën, u pengon. Sikur se i pengon njeriu që ka jetuar në shpellë, një kohë të gjatë, në errësirë, një kohë të gjatë, ku ta marrësh atë me veti me qitë ndrit, ati i pengon dielli dhe drita. I pengon, se është mësuar me net në errësirë, në tërë. Ashtu edhe njerëzve që janë mësuar në gjunahe, edhe janë mësuar në gabim, i pengon me tregu të vërtetën edhe të dobishme dhe të mirën. Dhe për atë ata armiqsojnë të vërtetën dhe të mirën. Andaj për besimtarët me që me bë sabër, edhe me vazhdue, edhe dal nga dal me punu fundit, domethënë vjen premtimi i Allahut realizohet,
edhe vinë frytet dhe rezultatet me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, këto mësime kanë të bëjnë me mbështetjen në Allahut dhul xhelal, se ai që i mbështetet Allahut ka sukses në dunjë dhe fiton shpëlimet e Allahut dhul xhelal në ahiret. Në këtu do të ndalemi për me kalu te hadithi tjetër në dersin e ardhshëm inshallah taala, duke lutur Allahun dhul xhelal që të na jap dieta të bishme dhe vepra të mira, duke lutur Allahun dhul xhelal që të na jap mbështetje të sinqertë dhe të vërtetë në Allahun subhanahu wa taala, et jemi fitues në dunjë dhe fitojmë rahmetin e Allahut në ahiret. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.